Europa po lëviz drejt një rishikimi të thellë të arkitekturës së saj të sigurisë, ndërsa zyrtarët e lartë po hetojnë plane për të garantuar mbrojtjen e kontinentit dhe në skenarin e largimit të Shteteve të Bashkuara nga NATO. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, plani parashikon përdorimin e strukturave ekzistuese të NATO-s për në një rol shumë më të madh të vendeve europiane në drejtimin e operacioneve ushtarake dhe duke reduktuar varësinë tradicionale nga SBA-ja. Një ndryshim i rëndësishëm në këtë drejtim vjen nga Gjermania, e cila historikisht ka qenë kundër një autonomie të plotë ushtarake europiane. Megjithatë, qëndrimi i Berlinit duket se po evolon për shkak të pasigurive mbi angazhimin e ardhshëm të Washingtonit në sigurinë e kontinentit. Këto zhvillime lidhen drejt për drejt me deklaratat e përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka vënë në pikpyetje rolin e SBA-s se si garantuese e sigurisë europiane dhe ka sugjeruar rishqyrtimin e antarësimit në NATO. Në këtë kontekst, zyrtarët evropian po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së sa më shumë komandantëve europian në strukturën drejtuese të aleancës, si dhe në rritjen e kapaciteteve të tyre në fusha logjistika, inteligjenca dhe mbështetja ushtarake. Nevoja për këtë masa është tekstuar dhe nga zhvillimet gjeopolitike përfshirë luftën e zgjatur të Rusisë në Ukrainë, e cila ka nxjerrë në pa dobësitë e mbrojtjes europiane dhe varësinë nga mbështetja amerikane. Ndërkohë, kritikat e Trump ndaj NATO-s janë shtuar dhe në kontekstin e krizës në lindjen e mesme, ku ai ka akuzuar aleancën për mungesën e angazhimit në garantimin e sigurisë të transportit të naftës në ngushticën e Hormuzit. Shtimi i tensioneve është reflektuar dhe një deklaratë tjetër të presidentit amerikan, përfshirë idenë e marrëveshjes së Grenlandës, një territori lidhur me një vend antar të NATO-s, çka ka arritur më tej shqetësimet në Europë. Nëse ky plan do të konkretizohet, ai do të përfaqësojë një transformim historik për NATO dhe për vendet në rolin e Europës në sigurimin global, duke kaluar në një model i varësisë nga SBA-ja drejt një autonomie më të madhe strategjike.